Dashi. Sot, energjitë tua janë në kulmin e tyre dhe je gati të përballesh me çdo sfidë që vjen. Në dashuri, lidhjet emocionale kërkojnë vëmendje. Është momenti për të dëgjuar dhe për të shprehur ndjenjat tuaja. Mos hezitoni të hapeni dhe të ndani mendimet me partnerin. Në punë mund të përballeni me një detyrë që kërkon përkushtim dhe durim, por mos u shqetësoni, do ta kaloni me lehtësi. Financat janë të qëndrueshme, por është e këshillueshme të bëni një rishikim të shpenzimeve të fundit. Nëse mendja juaj ndihet e trazuar, një shëtitje në natyrë ose një moment qetësie do t'ju ndihmonte të rifitoni harmoninë. Kjo ditë ju ofron mundësinë për të reflektuar dhe për të ripërqendruar në qëllimet tuaja. Demi. E sotmja të ofron mundësinë për të reflektuar mbi gjërat që kanë rëndësi në zemrën tënde. Në aspektin e dashurisë, është koha e përshtatshme për të shprehur ndjenjat e fshehura. Një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë më shumë afërsi. Në punë, përqendrohu në detajet që shpesh injorohen, do të zbulosh një strategji të re që të ndihmon të ecësh përpara. Financat janë stabile, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jesh i kujdesshëm me shpenzimet. Një kursim i vogël sot do të tregojë vlerën e tij nesër. Energjia e përgjithshme e ditës favorizon një qasje të qetë dhe të menduar mirë. Mos harro të gjesh pak kohë për veten, ndoshta për një shëtitje në natyrë ose një moment meditim. Binjakët. Sot, energjia rreth teje është e mbushur me mundësi të reja. Në dashuri, është koha për të treguar vërtet ndjenjat tua, duke hapur zemrën dhe më shumë kontakt me partnerin apo personin që të pëlqen. Në punë, një ide e vogël mund të shndërrohet në një projekt të madh, prandaj mos e nënvlerëso frymëzimin e çastit. Kur bëhet fjalë për financat, mbaje një sy të kujdesshëm mbi shpenzimet dhe dëgjoj intuitën për investime të vogla, pasi mund të sjellin fitime të papritura. Ndihesh i gjallëruar si një flutur që fluturon lirshëm mes luleve. Dita e sotme është e përshtatshme për të medituar dhe për të lidhur me natyrën. Merr kohë për të ndaluar dhe për të reflektuar mbi gjërat që të sjellin paqe. Daforia. Sot, energjitë e kozmosit të përqafojnë me një ngrohtësi të veçantë, duke të shtyrë drejt momenteve të bukura dhe të qarta. Në sferën e dashurisë, tërhiqesh drejt thellësisë së ndjenjave dhe ndihesh gati të hapesh më shumë ndaj partnerit. Me një qasje të sinqertë, mund të zbulosh aspekte të reja të lidhjes suaj që do e bëjnë atë të lulëzojë. Në frontin profesional, një ide që ke mbajtur për vete për një farë kohe mund të marrë formë konkrete. Mos hezito ta ndaj me kolegët, pasi mund të jap fryte të bekuara. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Ndërkohë, merr pak kohë për veten dhe meditimin, duke rifituar harmoninë e brendshme që të bën të shkëlqesh. Luani. Mbani mend, kur dielli shkërqen ndritshëm në qiell, edhe ju keni fuqinë tuaj për të ndriçuar botën. Sot, një surprizë e këndshme mund të vijë nga partneri juaj, duke ju mbushur me ngrohtësi dhe dashuri. Në punë, besojini intuitës suaj, ajo do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjes së duhur për një çështje komplekse. Financat janë në një balancë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepërta. Mos harroni se investimet e zgjuara janë çelësi për një të ardhme të sigurt. Ndjesitë tuaja janë të forta sot dhe të mbushura me optimizëm. Jepini vetes një pushim të vogël dhe dëgjoni muzikën që ju ngroh shpirtin. Dita është e juaja për të krijuar diçka magjike dhe të paharrueshme. Virgjëresha. Sot është një ditë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja. Në dashuri, jepini vetes mundësinë të shprehni ndjenjat hapur, pasi partneri do e vlerësojë këtë sinqeritet. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndezë shkëndija të reja. Në punë, është koha e duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë iniciativën në projekte të reja. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por bëni kujdes me shpenzimet e tepruara. Merrni kohë për të reflektuar dhe medituar, pasi kjo do ju ndihmojë të gjeni qetësi shpirtërore. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke nisur një rutinë të re fizike. Kur vjen mbrëmja, një bisedë të ngrohtë me miq do t'ju ngrohë zemrën. Peshorja. Sot, energjitë universale do të harmonizohen me ju, duke sjellë një ndjesë paqeje dhe ekuilibri në jetën tuaj. Në dashuri, momentet e vogla do të kenë rëndësi të madhe, prandaj përqafoni afërinë dhe vëmendjen që mund t'i jepni partnerit. Nëse jeni vetëm, një bisedë e rastësishme mund t'ju çojë në takime interesante. Në punë, do të ndjeni një nxitje për të përfunduar detyrat që kanë mbetur pezull. Përfitoni nga kjo energji për të strukturuar prioritetet tuaja. Financat kërkojnë një vëmendje më të madhe, shmangni shpenzimet e tepërta dhe fokusohuni te kursimet. Rrjedhja e qetë e mendimeve do të ndihmojë në marrjen e vendimeve të duhura. Lidhuni me natyrën për të rimbushur shpirtin. Dita mbyllet me një shpresë të ngrohtë në zemër. Akrepi.
Sot ndjenjat po thellohen dhe intimiteti është në ajër. Nëse jeni në një lidhje, shfrytëzojeni këtë mundësi për të forcuar marrëdhënien tuaj me biseda të sinqerta. Beqarët do të ndjejnë një tërheqje të veçantë ndaj një personi të ri që shfaqet papritur në horizontin e tyre. Në punë, përqendrohuni në projektet që kanë kërkuar më shumë vëmendje. Përsosmëria juaj do të shpërblehet ndaj besoni në aftësitë tuaja. Financat do të jenë të qëndrueshme, por bëni kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen pa u vënë re. Sot gjeni kohë për reflektim dhe meditim. Shpërblimi do të jetë një qetësi e thellë shpirtërore. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të falenderoni për gjithçka që keni. Asgjë nuk është më e rëndësishme se harmonia e brendshme. Shigjetari. Ndërkohë që dita fillon me energji të qetë, ndjenjat do të jenë si një melodi harmonike në ajër. Në dashuri, lër intuitën të udhëheq zemrën tënde drejt horizonteve të reja. Është koha për të ndarë ëndrat me personin e zemrës, duke krijuar një lidhje më të thellë. Në punë, sfidat do të shfaqen, por do të kesh aftësinë për t'i përballuar me mençuri. Mos u trem nga përgjegjësitë e reja, përkundrazi, shikoi si mundësi për të rritur veten. Financat mund të kërkojnë vëmendje, ndaj bëhu i kujdesshëm në shpenzimet e panevojshme. Meditimi ose një shëtitje e gjatë në natyrë do të qetësojnë shpirtin. Kujto, çdo moment është një dhuratë për të përjetuar bukurinë e jetës. Britsjapi. Sot, zemra juaj kërkon qetësi dhe reflektim, duke ju shtyrë të vlerësoni thellësitë emocionale. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë përqendrim të shtuar, ndaj është e rëndësishme të planifikoni me kujdes. Një bashkëpunim i papritur mund të sjellë përfikime financiare, por mendoni mirë para se të bëni investime të reja. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe për të dëgjuar partnerin. Hapni zemrën dhe lini dashurinë të rrjedhë lirshëm. Nëse ndjeni ndonjë tension apo stres, një ecje e qetë në natyrë mund t'ju ndihmojë të riktheni balancën. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të ruani një qëndrim pozitiv gjatë gjithë ditës. Ujori. Sot, energjia juaj do të jetë në nivele të larta, duke ju bërë të ndjeni të motivuar dhe të frymëzuar. Në marrëdhënie, mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë një afrim të ndjeshëm. Në vendin e punës, mos u habisni nëse ju vijnë ide të reja dhe të pazakonta. Shfrytëzoni kreativitetin tuaj për të sjellë ndryshime pozitive. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të bëni kujdes me shpenzimet impulsive. Sot, një shëtitje e qetë në natyrë mund të jetë një mënyrë perfekte për të rilidhur me veten dhe për të rigjetur balancën. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo është udhërrëfyesi më i mirë për të gjetur përgjigjet që kërkoni. Peshqit. Dita e sotme do të sjellë energji kreative dhe mendje të hapur për ty në punë, është momenti i duhur për të provuar diçka të re, ndoshta një qasje inovative që ke menduar prej kohësh. Mos i shmang sfidat, sepse do të ndihmojnë të rritesh profesionalisht. Në dashuri, komunikimi i qartë dhe i ndershëm është çelësi për të shmangur keqkuptimin. Nëse ndjen një ndarje emocionale, një bisedë e thellë mund të rikthejë balancën. Financat qëndrojnë të qëndrueshme, por është mirë të jesh i kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të të ndihmojë të qetësosh mendjen. Kujdesu për veten dhe mos harro të ndjekësh intuicionin që sot është një udhërrëfyes i vlefshëm.